Ja ku jemi sërish në rezën tonë, e ftuara jon për sot është Afërdita Zaja, e cila doja të jap një informacion për të, pas një karriere të suksesshme si inxhiniere konstruktore, ju përkushtua studimit të etimologjisë, numerologjisë, meditimit apo traditave të lashta shpirtërore. Ajo jeton në Norvegji, është nxënëse, ndër nxënësit e fundit të studiuesit dhe gjuhëtarit të mirënjohur Petro Zhej. Ajo ka eksploruar lidhjen midis fjalës, midis zërit, numrave dhe energjive që sipas saj padyshim ndikojnë në jetën tonë. Në Norvegji, po ka për qendrën e saj të meditimit Lotus Ocean Meditation Center, një hapësirë që synon të ndihmojë njerëzit të cilët duan të gjejnë qetësinë, ekuilibrin dhe lidhjen më të fortë dhe më të thellë me veten dhe natyrën. Sot do të flasim për shumë tematika me Afërditën, por fillimisht e përshëndesim, ju urojmë ditë të mbar. Të përshëndes Afërdita. Ju përshëndes gjithashtu, shumë faleminderit për ftesën dhe për një bisedë shumë të këndshme. Me rrezë drite. Edhe aq më tepër për një person që e njeh shumë mirë fjalën, e përdor shumë mirë zërin për të treguar shumë çka përmes tij dhe padyshim përmes këtyre formave të ditëve të sotme, të cilat na ndihmojnë në mënyra të ndryshme, të cilat na ndihmojnë për të gjetur ekuilibrin te vetja jon, aq më tepër në një botë e cila shpeshherë na largon edhe nga vetvetja. Afërdita. U bëra një video për ju, do doja që të dija diçka më tepër dhe ju të më tregonit për jetën tuaj. Pra, ju u shkëputët nga bota e inxhinierisë, dhe ju orientuat pasionin tuaj, dëshirën tuaj drejt kërkimit të kuptimeve më të thella të jetës, gjuhës, simbolikës apo vetëdijes njerëzore. Më thuaj, pse kjo shkëputje? Atëherë unë kam bërë master. Po, përshëndes. Unë kam bërë masterin këtu në Norvegji, shkollën e lartë dhe masterin në Trondheim. Dhe kisha një punë, pastaj gjeta një punë shumë të mirë, shumë kollaj, në fakt, në një firmë prestigjioze, në fakt që ka bërë dhe hydropower, ka ndërtuar shumë hidrocentrale në fakt në Shqipëri. Dhe kjo ishte në fakt që kisha qef marrë në Shqipëri, prandaj po punoja në atë firmë. Dhe ishte shumë mirë, por unë, domethënë, linda djalin e parë, Arianin, dhe kisha leje lindje në Shqipëri, takova të nderuarin Gjenion shqiptar, do thoja, një nga njerëzit më të zgjuar që ka patur Shqipërias të mos pasur lindasve, profesorin Petro Zhej. U takova, në fakt vizitova bashkë me motrën time Rodine që e njifte, më thënë kishte studiuar ajo shumë, por unë nuk dija pothuajse asgjë, por sa bashkuam tek profesori Petro Zhej, domethënë, herën e parë jam mahnitur. Çdo gjë që ai thoshte më ngela kështu, ua, sepse ishte dietar i mitologjisë botërore, dinte mbi 15 gjuhë, kishte zbuluar, kishte bërë një zbulim shumë të madh mbi shkencën e re të etimologjisë që njerëzit nuk e dinë dhe nuk e pyesin. Ai ka dedikuar gjithë jetën. Është një njerëz shumë mistik, është shumë i lidhur me shpirtërorën. Domethënë, aty mua më kthye gjithë e ndryshova pastaj nga inxhinieri dhe shkencë, matematikë, këto gjëra. Kam qenë mësuese matematike, domethënë akoma jam me shkencën sigurisht, por e përputhur shkenca me spiritualitetin. Dhe është aforizma e nxjerr pikërisht nga i madhi Petro Zhej, që çdo zanafill fillon me zërin, pra zuri, zuni, ose fjala filloi, po. Fjala fyll, tingulli, me tingullin është krijuar çdo gjë. Po këtë gjë sigurisht e dini dhe të lashtët, por shqipe e ka shumë të qartë, sepse çdo gjë është krijuar me zërin. Fetë thon Allahu ose fjala që e para në Bibël, fjala që vet Perëndia që vet fjala, domethënë e lidhin krijimin me zërin. Dhe nëse kjo është dhe në gjuhë të tjera, world, fjala dhe bota, ose dhe fizika kuantike thot, ti krijon me mendimin tënd, me të shprehurën tënde. Si thua, të manifeston gjërat, kudo është kjo gjë. Po gjuha shqipe sigurisht e ka shumë të qarta. Dhe me të vërtet, neve nga zëri unë dallohemi. Sa tash niveli Urdhë? Na identifikon zëri. Na identifikon zëri, bravo. Për shembull, nëse do të vinte Zoti këtu dhe do të na shikonte të gjithëve, vetëm një fjalë të lëshonim, do dalloheshim ku është niveli i evoluimit, ku je duke shkuar, sa
perceptime të vërteta ke, sa dituri të vërtet ke ose nuk ke, nga zëri. A tregon zëri Afrodita edhe shumë çka për shëndetin ton, pra kush ka një zë të fortë, Absolutisht. potent, si lidhet me shëndetin? Tek meditimi lotusoshën që ti u përmende, një nga gjërat kryesore që unë mësoj studentëve në fillim fillestar është qëndërzimi i zërit. Qëndërzimi i zërit është një dituri shumë e lashtë, por është dhe pa kohë, quhet dituri vedike, që unë nga studimet e mia sigurisht kam zbuluar nga simbolet e xhubletës, plisi etj, se s'po i futem shumë. Kam zbuluar që të lashtët tanë e praktikonin këtë gjë. Praktikonin posturën e trupit, të qëndërzuar dhe praktikonin dhe të folur nga qendra e gojës. E folura nga qendra e gojës është gjë shumë e madhe. Një njeri që mëson të folura nga qendra e gojës është një njeri më i ditur, vetia më e lartë, lidhesh me 5 elementet e natyrës, shëndeti yt është shumë i mirë, sistemi i imunitetit është i rritur, vedia më e lartë, çdo gjë shkon përmbar. Në fakt edhe sëmundjet shërohen nga e folura nga qendra e gojës. Zëri është shumë i fuqishëm. Me zërin ton mund të shërojmë jo vetëm gjërat, edhe probleme mendore, psikologjike, por edhe fizike, edhe sigurisht edhe shpirtërore. Por ne lindim me këtë zë, apo jo? Urdhë? Ne lindim të gjithë me një zë. Ne lindim me një zë, por në edukim duhet mësuar. Po si ta qëndrozojmë zërin ton? Po, të ftoj të vish tek seancat e mia lotusosh, unë jam online, jam falas çdo javë. Jo, faleminderit, po ata që s'kan mundësi të vinë, si mund ta bëjnë, si mund ta realizojnë? Ata që kanë mundësinë, atëherë ka teknika. Njerëzit nuk flasin nga qendra e gojës, ta keni qartë. Okej? Të gjithë flasin ose më shumë frymën kur fryma i del më shumë nga e majta ose nga e djathta. Askush nuk flet nga qendra e gojës sepse duhet shkolla lotusoshën, duhet ta mësosh ka teknika. Nuk bëhet për një herë. Nuk bëhet për një herë. Dhe unë fakt kam student nga 6 vjeç, 4-5 vjeç, deri në 90 vjeç. Edhe kjo e bukur është që çdo kush mund ta mësoj këtë. Tani ju që jeni duke folur Afrodita, jeni duke folur nga qendra. Unë jam nga qendra e gojës. Dhe kur flet unë jam duke folur nga qendra e gojës, dhe në fakt sa më shumë flasësh nga qendra e gojës, aq më shumë energjike, mund të flasësh 24 orë pa pushim. Po duash. Por duhet kemi parasysh që çfarë duhet themi nga qendra e gojës. Duhet flasim të vërteta pa kohë, që quhen mantra, dhe mantrat i mësojmë në shqip. Unë për shembull tani kam posturën e qëndërzimit drejt, në shqip themi fol drejt. I thua një diku fol në mënyrë të sinqertë, fol drejt, sepse drejt është trupi. Edhe ju e gjeni në televizione, domethënë, jeni duhet të rish drejt apo jo. Nuk mund të rim shtrëmbur ose kështu sepse nuk del dhe fryma drejt. Por e folura nga qendra e gojës është diçka, është një nivel shumë i lartë i të folurës, dhe unë jam e sigurt që brezi i ardhshëm që do vi do mësojnë të gjithë të folura nga qendra e gojës, të ndryshon tërësisht pikpamjen. Absolutisht bukur. Në lidhje me që jemi tek zëri, kam dhe diçka tjetër. Për personat të cilët kanë një zë kumbues, një zë të fortë, një zë potent, çfarë tregon diçka më tepër nga personat të cilët kanë një zë të qetë? Po, tregon që ai njeri ka elementin zjarr brenda trupit të tij më të fortë. Zjarr, zëri në shqip. Domethënë, kur neve hajmë ushqim, okay? Kur neve ham ushqim, ushqimi kalon nëpërmjet gojës dhe shkon në stomak, brenda në stomak. Dhe aty kemi një zjarr që tret ushqimin. Ai është elementi yt zjarr. Të gjithë kemi këtë element. Dikush mund ta ketë këtë zjarrin më të mirë, më të fortë dhe flet më shumë, më të fuqishëm. Dikush mund ta ketë shumë nuk flet dot ose e ka zjarrin shumë të ulët. Po. Sigurisht dhe kjo mund të rregullohet nëpërmjet ushqimeve të balancuara, diellore, hënore, këto gjëra që mësoj unë, mund ta përmirësosh dhe ta qëndërzosh. Në fakt, pastrimi i çakrave, ke parasysh, por duhet flasësh nga qendra e gojës dhe duhet thuash dhe mantra që i mësojmë në shqip, që janë shumë të thjeshta. Për shembull, asnjë qenie nuk mund të pushtojë një qenie tjetër. Është një mantra. Dhe ata që na dëgjojnë mund ta thonë. Në fakt guru im Prashant Trivedi thotë që nëse këtë mantra, që është në shqip, e mund ta thonë 100 shqiptar brenda gjithë Shqipërisë, e gjithë Shqipëria ndryshon për mirë. Për të ardhmen. Sikur Afrodita. Po punojmë me këto gjëra. Të lutem, më thuaj pak cili është leksioni mësimi më i mirë që ti ke marrë nga Petrozhei? Kam marrë shumë. Leksioni i parë që mora ishte që, domethënë, jemi brenda një matriksi. Kjo ishte një shok për mua.
Dhe ishte dhe një, domethënë, sikur zemra ime ma kishte thënë më përpara, domethënë bota ku jetojmë këtu neve nuk është bota ideale, si thua. Ka botë sipër parajsore, ka botë dhe më të këqija se sa toka. Por gjërat që kam mësuar unë, domethënë kjo është pak mistike dhe shpirtërore, por gjërat që kam mësuar nga profesori Petrozhe janë matematik. Dhe matematik jo që bëhet nëpër shkolla. Matematik është algoritmi simbolik. Algoritmi simbolik. Domethënë simbole, gjua të lashtëve që ishin me simbole, cilat janë këto simbole që përfshin, si thua, të gjithë gjuhët e botës, dhe sidomos shqipja ka një rol shumë të fuqishëm, sepse shqipja është më afër kësaj gjuhë simboli. Dhe kam mësuar shkencën e re të etimologjisë që nuk e di njerëzit, dhe kam zbatuar këtë shkencë, sepse kur mësohet diçka e re, duhet ta zbatosh, apo jo? Dhe Petro tha, ti do bësh librin, dhe unë bëra Vizioni mistik i universit dhe norvegjishtja, e kontrolluar tërësisht nga profesori. Brenda këtyre 3 viteve kemi bërë gjithë këto gjëra. Gjitha këto, edhe shkëputja, edhe orientimi që ke marrë. Në një kohë Afrika kur shumë njerëz përballen me strength, me ankth, me këtë ndjenjën siç e përmenda të shkëputjes nga vetja, sepse është këprishja e ekuilibrit mes trupit, mendjes edhe shpirtit. Si mendon ose cili është mesazhi që do doje të përcjellje për pikërisht këta njerëz të cilët nuk kanë këtë ekuilibër në jetën e tyre? Si do t'i ndihmonim? Po, shumë se njerëzve nuk e kanë këtë ekuilibër në jetën e tyre, sepse të ndodhesh brenda një matriksi, domethënë do thotë mund të ndodhi çfarë do lloj gjëje. Njerëzit kanë probleme, mund të kenë pra probleme, këto gjërat që përmendet ti, ankthin ose dëshpërimin ose edhe gjëra të tjera. Është normale, por në fakt është sigurisht e quajmë negative. Domethënë domethënë, por në fakt është një sinjal që vjen brenda trupit tënd që të thotë, hey, duhet bësh diçka ndryshe, jo nga gjërat që bëjnë njësoj. Dhe pikërisht zgjidhja për gjithë këto problemet në fakt qëndron për problemet fizike, shëndeti, trupi, problemet mendore, psikologjike, të cilat nëse lihen për një kohë të gjatë bëhet problem shpirtëror. Në fakt dhe mbarten edhe pas vdekjes këto problemet. Prandaj mirë është që jemi gjallë, kemi trupin, të mësojmë se si ti zgjidhim këtë gjëra. Si ta zgjidhim këtë problem. Dhe profesori në fakt Petrozhe, meqense jemi këtu në Shqip, thot i zgjedhuri, i zgjidhuri. Është bukur. Është bukur shumë. Pra, në fakt zgjidhja pikërisht, solution quhet në anglisht, unë merrem jo vetëm me gjuhën shqipe dhe me gjithë gjuhët e botës, dhe mos anglisht edhe latinet, edhe sanskritisht. Solution do të thotë soul, do të thënë të fitosh një shpirt të fuqishëm, Solomon. Dhe sigurisht zgjidhja është për të gjithë njerëzit, pra ka një zgjidhje të përbashkët për gjithë njerëzit, për gjithë llojet e smundjeve të thash dhe atyre mendore, është diksioni i duhur, e folura nga qendra e gojës. Duket si shaka, por në fakt është mrekullia vet. Sepse të flasësh në qendra e gojës, njerëzit përdorin forma nga më të ndryshmet edhe të ishte kaq e thjesht do thoshin tani që të përdori zërin për të transformuar jetën, duket pak zërin njerëzit e përdorin për ditë, por e përdorin jo siç duhet, jo siç universi pret prej tyre. Dhe gjërat e fillimit që unë do t'i rekomendoja të gjithë njerëzve është të paktën të bëjnë tokëzimin, të prekin këmbëzbathur tokën, ta fillojnë me atë 10 minuta çdo ditë, heqi çorapet, heqi kpucët, heqi takat. Dil për jashtë në natyrë bar, ose dhe rër që është natyrë, pra jo beton ose gjërat, jo në shtëpi, është për jashtë, në tokë. Dhe lejoj energjinë elektromagnetike të tokës që të vi tek ty, të pastron energjinë elektrike, mendimet negative të pastron, është karkimi i energjisë. Edhe rimbushja përsëri. Këtë duhet ta bëjnë, domethënë një njeri që nuk e bën këtë, nuk ka shanse për të përmirësuar. Lidhja me tokën është gjëja e parë, lidhja me natyrën. Në fakt me 5 elementet e natyrës. Që janë toka, uji, liqenet, lumejt, përjashta në natyrë, ajri, që marrin frymë, zjarri, për shembull në natyrë dielli që na ngroh, apo jo? Edhe qielli, akash ose eteri, që shikojmë përjashta. Këto 5 elementet janë në natyrë. Por në fakt dhe njeriu vetë përbëhet nga këto 5 elementet. Kocka, toka, zjarri që tham kur han ushqim, dhe kemi këto 5 elementet brenda trupit tonë, kemi të ndotur në përgjithësi. Dikush ka më shumë zjarr, për shembull njëri që ka sy të kuq, shnevrik ose kështu ka shumë elemente zjarr, duhet ta balancoj. Një njeri që ka shumë elemente ujë,
Është njëri që emocionohet shumë shpejt. Shikon një film, shikon një gjë që është gënjeshtër, i vjen keq, është domethënë qan ose më empatik, më emocional. po, në ekstrem, domethënë kalon në ekstrem. Pra, balanca do thotë qëndërzimi. Qëndërzimi i trupit, në fakt meditim vjen nga fjala medi, që do thotë middle, medium, në gjithë gjuhët e botës do thotë e njëjta gjë, të jesh mes. Mesatar, mes. Të gjesh mesin tënd. Pra jo shumë zjarr, jo shumë kështu, jo shumë mendime, domethënë të jesh në balancë, të jesh në ekuilibër. Edhe fjala medicinë vjen nga ajo fjala medi. Medi do të thotë pra në midis, shqipja, midis të majtës, midis të djathtës. Kur je në mes, ti je mirë. Nuk je në mes, nuk je. Duke e njohur mirë fjalën dhe duke e zbërthyer atë, po të gjithë ditoria hynore vedike ndodhet brenda shqipes, sa për kuriozitet. Edhe kjo pra unë e kam mësuar sigurisht nga Petrozhej, por unë jam takuar në 2018-ën fatmirësisht në Shqipëri me guru Prashant Trivedi, që më mësoi, domethënë, shumë gjëra praktike dhe të cilët unë i mësoj tani gjithë studentave lutësoshëm kudo ku janë. Në fakt me 3 gjuhë, jo vetëm shqip, anglisht dhe norvegjisht. Përveç fjalës, ju studioni shumë edhe numrat, apo jo? Numerologji, po. Numerologjia është një degë shumë e bukur, shumë interesante, dhe njerëzit kanë kuriozitet të dinë se ç'lidhje kanë numrat e datat, data e lindjes apo numrat të caktuar në jetën e tyre. Edhe kjo është një fushë shumë mistike dhe shumë e bukur për ta zbërthyer. Çfarë mund na thuash pikërisht për numerologjinë dhe se si ta kuptojmë atë? Si ndikon data e lindjes apo numra, mosha, ose numra të caktuar në jetën tonë? Është shumë pyetje e mirë. Unë merrem sigurisht nga guru Prashant Trivedi, që është përmban diturinë vedike, po dituria vedike do të thotë Ayurveda, mjekësia popullore, do të thotë numerologjia vedike, do të thotë astrologjia vedike, Jyotish e shumë gjëra. Dhe në fakt kam zbuluar që neve shqiptarët e lashtë pra e kishin këtë dituri. Dhe i gjem dhe brenda gjuhës. Tani numerologjia është shumë e bukur. Tani unë mund të them shumë gjëra për numerologjinë, por çfarë date ke lindur ti, vetëm datën? Po ja, të zbërthejmë pak, të marrim pak nga informacionet. Unë kam lindur në 29 gusht. 29, 2 plus 9, 11, pra je dyshi. E do t'jesh, domethënë, hëna. Hëna, je shumë e dashur, je gjë që shikohet apo jo i për publikun në mënyrë emocionale lidhesh me publikun. Domethënë, e bën për vete e me butësi. Pra dyshi simbolizon hënën. Po marrim dhe numrat të tjerë, për shembull se mund të ketë. Pastaj kjo është vetëm, domethënë, kjo është diçka, domethënë pastaj ke muaj, ke viti, domethënë po ti mbledhësh gjitha dhe një numër, pastaj dhe një numër tjetër është imazhi yt publik. Ja, po e zbërthejmë se i kemi transparente të gjitha për të ta përpublikuar. Pastaj orari i lindjes kur ke lindur, pastaj vendi ku ke lindur. Domethënë, astrologjia vedike dhe numerologjia është aq e saktë sa që mua jam shumë e mahnitur se si është e zbërthejnë gjithë njeriu për një sekond. Dhe jetën e tij. Pra, shumë duke marrë vetëm datat e lindjes. Datat, unë jam 6 për shembull. 6 shkurt është Venusi. Plus dhe gjëra tjera. Afrodita, për shembull, domethënë e kam emrin Afrodita. Afrodita është Venusi për në astrologjinë. Që e njohim të gjithë, Afrodite, quajnë si break. Nuk ka qenë rastësi dhe vendosja. Asgjë s'është rastësi. Emri. 19 më thonë kufje. 19, unë kam bërë një video vetëm për njerëzit që kanë lindur me 19 të çdo muaj, të këshilloj të shikosh, të Afrodita Zaja. Dhe 19 është një numër në fakt shumë me fat, është me fat. Është mirë 19. Unë kam shumë njerëz familje që kanë lindur me 19, prandaj dedikova një video vetëm 19-s. Por është simboli diellit, janë diellor. Cili është numri më i bukur ose numri që ka më shumë të ardhme, më i përshkrueshmi? Më i mirë? Më i mirë. Cili është numri? 21-shi. 21-shi. Njerëzit që kanë lindur me 21 numra, çdo datë që mblidhet dhe del baras 21, ky është numri më i bukur. Është jo vetëm ajo, jo. Unë do të thoja një njerëz që ka lindur me datë 21 të çdo një muaj, nuk ka rëndësi muaj. Dhe ajo vet tregon që domethënë sukses edhe shumë gjëra në përgjithësi. Po të bëj pak, efekti do jetë shumë. Sidomos në imazh publik ose njerëzit
që kërkojnë reputacion të mirë ose Po 21 dhe jo 25 për shembull. Apo duhet të mblidhet 2-shi dhe 1-shi të dalin numri 3 dhe ky 3-shi që kërka Kur mblidhet është diçka tjetër, kur vetë data e lindjes pas një muaji dhe pa vit është dhe ajo energji tjetër. Pra, detyria vedike është të gjithë këto llojet energjive, e numri lindjes, numri gjithë kësaj, orari lindje, kur ke lindur, po ti mbledhësh gjithë këtë, bëhet energjia jote personale. Ai që të shënjon, pra. Si ke Kush je lindur ti, domethënë? Gjithë personalitetin tënd, si reagon, kur flet me njerëzit, si reagon gjithçka. Gjithçka. Karmat e tua gjithashtu, niveli karmave. Po. Niveli karmave, çdo gjë mund të shikohet. Por edhe zëri, pra sigurisht ne kemi këto energji të lindura, të si thuash, të mbartura nga karmat e jetëve tonë të kaluara, jemi këto që jemi sot. Por neve jemi këtu për të krijuar një të ardhme. Një të ardhme të mirë. Dhe ardhmja në diturinë vedike quhet nga tani deri në përjetësi. Dhe kur them dituri vedike nuk është për indianët, vetëm për ata, okay? Është dituria që është e vërtet në të gjitha kohërat. Dhe unë fakt kam përkthyer dhe një libër të eposi i Piti, quhet dhe kjo tregon pra pak a shumë këto diturit vedike për kohën ku jetojmë tani. Për çdo gjëra jetese. Për caktuar pikërisht ardhëniet e saj. Jeta gjithçka. E kuptova. Shiko, ka shumë kërkesa për këto numrat. Po e mbjete po më tregoj. Ja, kur të vim aty do t'ja shpërthejmë gjithë stafit. Mos mu largo direkt, po do doja të falenderoja shumë për bisedën. Ne do të bëjmë ndoshta edhe biseda të tjera, kemi shumë tema. Unë jam në njëri publik. Pothuajse çdo javë i bëm intervista dhe gjëra për të ndihmuar dhe publikun për të kuptuar gjërat më të sakta, më të mira. Dhe shkencore dhe mistike dhe çdo spirituale, edhe spirituale. Faleminderit shumë Afrodita, të uroj ditë të mbar. Faleminderit për kohën. Kalofshi mirë, shumë faleminderit për bisedën. Mirupafshim. Faleminderit edhe publikut që na ka ndjekur. Bisedën do ta keni edhe në kanalin tonë në YouTube. Na bëni dhe subscribe. Ju falenderoj për vëmendjen. Kalofshi një ditë të bukur dhe ju. Mirupafshim.